të shtoj Hoxhën Ali Sadiku që të lexon biografin e Ragmi Eminit, komandant Musteqës. Përshëndes familjet e dëshmorëve, invalid të luftës, veteran dhe e prorë të ushtrive çlirimtare. Të flasësh për atletarët është sa krenari aq edhe përgjithësi. Atletarët nuk kanë nevojë për fjalë të mëdha, sepse vetë janë të mëdhej. Atletarët nuk kanë nevojë për mirënjohje dhe për lëvdata, sepse janë lavdia vetë. Sot, në këtë ditë të veçantë, gjendemi tek shtëpia e atletarit tonë të mirënjohur Ragmi Emini, komandant Musteqja. Ragmi Emini u lind më datën 5 janar të vitit 1962 në fshatin Straçinc, nga prindërit babai Salihu dhe nëna Nazife. Shkollën fillore filloi në shkollën fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu në fshatin Majanc të Haraçinës dhe mbaroi tek shkolla fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Haraçin gjatë viteve 1976-1977. Shkollën e mesme filloi dhe mbaroi në gjimnazin Zef Lushmarku në Shkup gjatë viteve 1977-78-1981-82. Për shkak të diskriminimit që u bën të shqiptarëve sistemi diktatorial komunist, Ragmi Emini dhe shumë djem e vajza nuk do të vazhdonin më të tjerë shkollimin, nga se duhej që të mësonin gjuhën slavo-maqedone, e jo në gjuhën shqipe, gjuhën e tyre anëtare. Ragmi Emini martohet gjatë vitit 1993, nga e cila martesë do të ketë 5 fëmijë: Iliridën, Ilirin, Çlirimtarin, Drenicën dhe Liridonën. Gjatë historisë sonë të lavdishme, kemi pasur etapa të shënuara apo të veçanta që e begatuan kombin tonë, ku vlen të theksohen përpjekjet e mëdha për çlirim dhe bashkim në një shtet të përbashkët shqiptar, por që nga demonstratat e vitit 1981, përpjekjet tona morën kaje të organizuar dhe ngritin ndërgjegjen kombëtare, duke mos pushuar aktivitetet e saj deri në vitin 1990, kur filloi shkatrimi i shtetit të ashtu quajtur Jugosllavi. Kosova mbetet me problemet e njëjta: vrasje, burgosje, maltretime e shumë padrejtësi të tjera. Maqedonia u bë shtet i pavarur, por vazhdoi shovinizmin e saj ndaj popullit autokton shqiptar. Siç vlen të theksohen disa raste: ngjarjet në Ladorisht, Bitpazar, në Universitetin e Tetovës, sulmet policore në Tetove Gusillar, vrasja e Nuredinit në Haraçin, si dhe shumë ngjarje të cilët i detyruan shqiptarët që të mendojnë për një organizim tjetër. Tu vlen të përmendim protestat e organizuara në sheshin e Shkupit me datën 31 mars të vitit 1992, ku inspektorët e policisë tentuan që t'i arrestojnë disa protestant, mesin e tyre ishte edhe Suat Emini Indjer, vlla i Ragmi Eminit, i cili nuk i dorëzua policisë, por me thiki theri 2 prej tyre dhe arriti që largohet. Gjithashtu me datën 21 dhe 22 shtator të vitit 1992, përsëri policia tenton që ta arreston vendin e quajtur Ram, por aty përleshet me ta dhe i plagus 2 policë dhe njëri prej tyre vdes në vendin e ngjarjes, që do të thotë se kjo familje ka rënë gjak me slavo-maqedonesit nga viti 1992. Ragmi Emini, komandant Musteqja, me disa shok në janar të vitit 1992 ka dhënë betimin për çlirimin e trojeve shqiptare. 5, 6, 7 marsi i vitit 1998, për ne shqiptarët nuk janë thjesht data në kalendar, por janë momentet kur komandanti legjendar Adem Jashari dhe gjithë familja e tij luftuan dhe ranë heroikisht për lirinë e Kosovës. Kjo ngjarje e madhe shënon lavdin dhe kthesën e madhe në historinë kombëtare shqiptare. Shënon mbështetjen gjithkombëtare dhe ndërkombëtare për mposhtjen dhe kapitullimin e kolonizatorit sërb, dëbimin përfundimtar të urdhrive barbare sërbe nga Kosova, e cila u kolorizua me pavarësinë e Republikës së Kosovës. Këtë periudhë, Ragmi Emini, komandant Musteqja, nuk do të rinte duar kryq, por do të bashkangjitet me gjithë qenjen e tij ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe do të bashkëpunon me bashkëluftarët e tij: Sabit Gecin, Gjevahir Gecin, Shukri Bujën, Beqir Sinanin, Ridvan Nezirin, Xhavit Hasanin e shumë luftëtarë adhëtar të tjerë.
Këtë periudhë Ragmi Emini, komandant Musteqja, do të bëj furnizimin me armatim në zonën e Drenicës, zonën e Rodimës, zonën e Lapit dhe zonën e Karadakut, të cilët do t'i bartë nga Shqipëria nëpërmjet qytetit të Strugës, Dibrës, duke i prunë në Shkup dhe nga Shkupi duke depërtuar në Kosovë. Gjatë shkurt i vitit 2001, Ragmi Eminin, komandant Musteqën, do t'a gjejnë krye të detyrës, do t'jetë në shërbim të kombit dhe të atdheut. Ashtu siç u angazhua në vitin 1998, 1999, shtëpia e Ragmi Eminit përsëri u bë bazë ushtrisë çlirimtare kombëtare. Më 3 majt vitit 2001, nga shtabi i përgjithshëm i ushtrisë çlirimtare kombëtare, Ragmi Eminit i jepet autorizim për mobilizim të përgjithshëm, të cilën e nënshkruan komandanti i zonës Maliq Drecaj. Këtë periudhë, Ragmi Emini, komandant Musteqja, do të fillon me mobilizimin e ushtarëve të UÇK-s nga kjo shtëpi në të cilën gjendemi sot, ku edhe po e vendosim këtë pllakë përkujtimore për këtë adhëtar. Personalisht jam dëshmitar se nga kjo shtëpi, Ragmi Emini, komandant Musteqja, të gjithë ushtarëve vullnetar u jepje vullnet, moral dhe fuqi për luftë. Vlen të përmendet se Ragmi Emini, komandant Musteqja, këtë periudhë kishte përkraje të madhe nga dajellarët e tij, familja Ajvazi nga Tanusha e Karadakut të Shkupit, familja e madhe adhëtare e patriotike, e cila me sakrificën, qëndresën dhe kontributin e saj ka zënë vend përhershëm në historinë më të lavdishme të luftës për liri të kombit shqiptar. Nga kjo shtëpi e Ragmi Eminit, komandant Musteqës, që sot pe vendosim këtë pllakë përkujtimore, u mobilizuan shumë djem e vajza, trima e trimnesha, ushtar e ushtarak, ku vlen të theksohet se në mesin e tyre që u mobilizuan kemi edhe dëshmor të kombit. Në fund, mund të them se nga fillimi i luftës së vitit 2001, ashtu edhe gjatë saj, ushtria çlirimtare kombëtare, patim shtetje të madhe nga të rinjtë dhe të rejat e Maqedonisë së Veriut, nga djemtë e vajzat e Kosovës, nga djemtë e vajzat e Shqipërisë, nga djemtë e vajzat e Preshevës, Medvegjës dhe Bojanosit, sepse të gjithë kishin të qartë se luftonin për adheun e tyre, për veten e tyre dhe për pragun e tyre. Derime dhe respekte veprimtarisë kombëtare adhëtare të Ragmi Eminit, komandant Musteqës. Faleminderit i nderuar.